Më ka në studio Mateo Spao, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Mateo Spao është dekani i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Evropian të Tiranës. Unë e kam pas edhe herë të tjera në studio, kemi folë për ekonomi, kemi pas fokus ekonomin, sot nuk do kemi fokus ekonomin. Mateo Spao bashkë me disa kolegë të vetët është duke bërë një studim që ka një fokus tek lufta e dytë botërore, po nuk e di, edhe unë jam kurioztar. Le pa filloj me pyetjen, me fjalë, një ekonomist që ka drejton shikimin e luftës së dytë botërore. Në fakt të duaj, sepse nëntori po afron, dhe jo vetëm, por është edhe koha, jo vetëm e pavarësisë, muaji nëntorit, por edhe e çlirimit. Dhe në fakt, është shumë interesante një aspekt. Ne kemi parë, gjithmonë nga pikpamja politike, çështjen e luftës së dytë botërore. Ka pasur debate, ka qenë luftë civile, s'ka qenë luftë civile, ka pasur debate, ballistët, komunistët, ne ishim nga ana e dur, jo ne ishim nga ana e dur, e kështu me radhë. Por ka qenë gjithmonë rrafshin politik. Po pyetja reale për mendimin tim nuk është bërë, jo më të jepej përgjigje. Pyetja reale është pse shqiptarët dhe shumica e shqiptarëve u duk qartë në një moment të caktuar vendosën të qëndronin dhe të mbështesnin komunistët. Sepse u duk qartë në një moment të caktuar që shumica e popullsisë shqiptare ishte në favor të kësaj tendence. Dhe natyrisht këta e kanë pranuar, e kanë pranuar edhe eksponentë rëndësishëm të ballit kombëtar. Po, absolutisht po. Dhe kur problemi prapë qëndron tek analiza. Pra, do të them, sidomos pjesa e majtë thot, por shqiptarët na kanë mbështetur sepse ne ishim ata që bënin me vërtet luftë. Por po të bëjmë një analizë të fakteve dhe situatës, jo vetëm që edhe eksponentë të ballit kanë bërë luftë, por gjëja që është më e rëndësishme është që shqiptarët ishin të pushtuar nga italianët dhe pastaj nga gjermanët në luftën e dytë botërore. Dhe në historinë e kombit shqiptar nuk kanë qenë këta pushtuesit më të këqij. Ne gjithmonë problemet kryesore kemi pasur pjesërisht me grekët, por sidomos me slavët. Kështu që çfarë shqiptarët realisht urrenin ishin slavët, nuk ishin gjermanët, nuk ishin as italianët. Që përkundrazi sollën edhe një farë mirëqenie ekonomike. Natyrisht, nuk po them që ishte gjë e mirë që të ishim të pushtuar nga ata, por dhe as nuk kishim ndonjë simpati të veçantë për gjermanët ose për italianët. Por nuk kanë qenë këta problemi real. Pra lufta ndaj tyre pjesërisht është vlerësuar, por nuk besoj se ka qenë faktori dominues. Besoj se faktori dominues ka qenë ekonomik. Po para se të fillojmë aty, megjithëse ti bëre një hyrje që le të themi ishte e natyrës politike. Unë mund të bëj edhe i parantezë, me mendimin tënde. Nuk e di nëse ti ke menduar, po unë vetë kam menduar të gjë, madje edhe kam shkruar, kam shumë se një herë. Dhe ka lidhje me faktin që pjesa më e madhe e elitës kulturore dhe intelektuale shqiptare të asaj kohe, edhe elitës politike, edhe njerëz që kishin kontribute të jashtëzakonshme në formimin e shtetit shqiptar, pra që në fillim të shekullit 20 kishin dhënë kontribute në një mënyrë apo në një tjetër, që të gjithë këta u rreshtuan në favor, ose si thua nuk e shifnin të nevojshme në, le themi, luftën kundër gjermanëve dhe italianëve. Si zor të gjesh në një intelektual, apo në një autor, shkrimtar, apo njëri që kishte një, le themi, do një rrezatim kulturor, që të thoshte, jo, duhet luftojmë. Pikërisht, sepse këtu vim tek arsyet ekonomike. Përse thoshin nuk duhet të luftojmë? Arsyeja është ekonomike. Të gjithë këta intelektual, ishin intelektual jo sepse kishin vajtur në një shkollë shtetërore pa lek, po ishin intelektual sepse kishin të mira ekonomike, kishin mundësi, kishin prona, pra ishin së pari të pasur, së dyti intelektual. Pra, në këtë sens, mos ta harrojmë këtë element që kishin çfarë të humbisnin. Dhe është e qartë që nëse do iknin gjermanët dhe italianët, rreziku, një nga rreziqet ishin që të vinin komunistët, Bashkimi Sovjetik dhe slavët në përgjithësi. Kështu që elita ose koka e kombit në atë kohë nuk kishte këtë prirje sepse kishte shumë çfarë të humbiste. Dhe në fakt kështu ndodhi. Pasi u mor pushteti, koka u pren. Ose u detyruan të shkonin në shtetit dhe pra të humbisnin pozitat e tyre dominuese. Unë të ky shpjegimi nuk isha se kisha çuar mendin ndonjëherë, por tani që ti e thua, do është një gjë që po, që bën sens, po unë kisha menduar gjëra të tjera, unë kisha menduar fillimisht faktin që Gjermania erdhi këtu edhe me idenë, le të themi, e krijimit të mundësisë për bashkimin e kombit shqiptar, po ishte ideja që ne s'mund luftojmë dot me gjermanët.
Kjo është e vërtet, por pastaj italianët u kishin sjellë kulturë për gati 20 vjet dhe investime dhe infrastruktura, po, patjetër. Por arsyeja kryesore është kjo. Tani diktaturat janë diktatura, por ka një diferencë kryesore nga pikpamja ekonomike midis diktaturave të majta dhe diktaturave të djathta. Diktaturat e majta nuk lejojnë në asnjë mënyrë pronën private, ose lejojnë në formë shumë embrionale që gjithsesi të bën që të jesh politikisht jo influent. Pra edhe diktatura e Titos në Jugoslavi lejonte që të kishe një ndërmarrje deri në 15 të punësuar. Por një ndërmarrje deri në 15 të punësuar nuk arrin dot që të bëj lobim. Pra gjithsesi politikisht është jo influente. Këtë nuk e di unë në Jugosllavinë e Titos. Absolutisht po. Mund të kishe aktivitet privat. Mundet të kishe aktivitet privat, mundet të kishe prom private, tok, mundet të kishe Slovenia, Kroacia dhe presë Bregdetit Malizi, le të themi mirëqenia ishte shumë e lartë në këto zona, sepse ata kishin hotele private, aktivitetet të ndryshme, punishte. Dhe kjo është arsyeja pse kur ra muri Berlinit, këto zona ishin zona që dinin se si të raportoheshin me ndërmarrjet private brenda dhe jashtë vendit. Pra nuk patën këto probleme që patëm ne, ose që patën dhe vendet e tjera brenda Jugosllavisë që nuk kishin një traditë të pronës private, ose që shikonin negativisht duke filluar nga Serbia e vendet tjera. Pra, që e cila kishte një strukturë shumë shtetërore dhe shumë rrotull ndërmarrjeve të mëdha. Pra, për të rikthyer tek argumenti jonë, problemi është thellësisht dhe thelbësisht ekonomik, sepse diktaturat e djathta jo vetëm lejojnë pronën private, por i thonë privatit, ti ke të drejtën tënde për të pasur pronën tënde private, për të prodhuar, por unë kam disa objektiva si shtet, dhe ti duhet t'i arrish së paku ato objektiva. Dhe kështu ndodh me industrinë e armatimeve dhe industritë e tjera në shërbim të luftës, pasi lushta ishte në rendin e ditës. Është ajo që quhet korporativizëm, Korporativizëm, e thënë shumë mirë nga pikpamja ekonomike, për që ka ndodhur dhe me nazizmin dhe me fashizmin. Më lejoni të sqaroj për shembull ThyssenKrupp, që është ndërmarrja më e rëndësishme të prodhimit të çelikut, ka bashkëpunuar fortësisht me Hitlerin, ashtu si Fiati në kohën e Mussolinit, natyrisht në favor të ushtrisë italiane. Pra ishin të planifikuara dhe të bashkërenduara ato që ishin sforcot, por natyrisht pronësia ishte privatëve. Pra në këtë sens, ata që ishin kokat në atë kohë të sipërmarrjes ose pronarët e mëdhenj të tokave nuk mundet që të ishin në favor të komunizmit. Më mirë preferonin një diktaturë të djathtë, naziste ose fashiste, se sa një diktaturë komuniste. Natyrisht më mirë ishte demokracia, por elementi tjetër, fatkeqësia tjetër është që kjo nuk ishte një alternativë e mundshme. Dhe nuk ishte si të ishte, njëse përse Shqipëria nuk ishte një vend më i pasur në raport me vendet që e kufizonin, por ishte më e varfër. Dhe vendet që e kufizonin, të gjitha këto, kishin ose regjime autoritare ose diktatura perfekte. Kështu ishte për Italinë, për Jugosllavinë dhe për Greqinë. Kështu nuk ishte si të kishim alternativa demokratike. Pra, nëse do të gjykonim nga sot, të gjitha palët ishin në gabim. Por nga ana tjetër, ka pikpamje ekonomike, të dyja palët, dhe Partia Komuniste dhe pjesa e ballistëve, që në fakt brenda tyre ishin shumë të shumëllojshëm dhe në fakt të parenditur me njëri tjetrin, të paorganizuar, kishin premtime të qarta ndaj pjesës më të madhe të popullsisë. Dhe shqiptarët asaj kohe e njihnin sepse ishin pak fjalë, po ishin të qarta. Po këtu ka ndodhur pikërisht ndryshimi, sepse në çfarë premtonte njëra palë dhe pala tjetër, bëri që shqiptarët të mbështesnin, shumica e shqiptarëve, masat, ta themi kështu, të mbështesnin Partinë Komuniste. Dhe nëse më lejon do doja pikërisht të zhvilloja këtë tematik, çfarë premtonin të dyja palët dhe çfarë realisht realizuan, ose çfarë nuk mundet të realizonin, ndonse premtonin. Në psikën kolektive mund të ketë mbetur ideja që komunistët premtonin se do ha me lukt Florint. Ky është një përkthim i premtimeve, është saktë. Sepse për shembull kishin shumë të qartë çfarë premtonte Partia Komuniste, që në atë kohë nuk quhej akoma Parti Komuniste, po që çfarë premtonin, le të themi, të majtët asaj kohe, ishte një revolucion ekonomik total. Pra shtetëzimi i tokave, dhe shpërndarja duke krijuar një reformë agrare, pra do jo marrim atyre që i kanë tokat dhe do jo japim të gjithë fshatarëve, gjithë atyre që e punojnë tokën. Ky ishte premtimi që gjatë luftës? Ky ishte premtim që gjatë luftës dhe që në vitin 1942. Pra sapo u formua kjo parti. Jo vetëm, kujdes, ky premtim ama nuk është çfarë ndodhi, sepse çfarë ndodhi është që ato u shtetëzuan dhe u krijuan kooperativat, pra ju mor privatëve
Dhe u bë shtetërore, por nuk u riprivatizua ndaj fshatarëve të thjeshtë. U bë një reformë privatizua në fillim. U bë një reformë agrare. Dhe pastaj në fundin e viteve 60 u rimor nga shteti. Dhe natyrisht shkatërimi ekonomik i Shqipërisë ndihet ende sot. Sidomos përsa i përket prodhimit bujqësor. Ndërkohë që pra, kujdes, u premtua një gjë, u realizua në fund një gjë tjetër. Pra, nuk është se të gjithë do ani me luk froriri, sepse kjo nuk kupton që gjithë do kemi tokën tonë. Gjithë do prodhojmë, do kemi mundësi ta zhvillojmë, të investojmë e kështu me radhë. Rezultati ishte një tjetër. Elementi i dytë është privatizimi dhe kjo ndodhi i faktorëve të prodhimit. Pra, makineri, pajisje, të gjitha elementet u shtetëzuan. Pra, nga ju morën privatëve, ju rrëmbyen privatëve dhe u shtetëzuan. Kjo ama bëri që si pasoj të mos kishte incentiv që dikush të prodhonte më shumë ose të bënte më mirë. Ju mendoni që në momentin që përfundoi lufta, të gjithë ata që ishin të pasur e dinin se çfarë do ndodhte? Apo, e dinin se çfarë do ndodhte. Ose të paktën dinin premtimin që ata kishin marrë para tjetër. E kishin shumë të qartë se çfarë do ndodhte. E kishin shumë të qartë sepse kërkesat ishin të qarta dhe programet ishin të qarta. Sepse ashtu siç dije i programi i Partisë Komuniste, dihesh edhe dekalogu i ballit kombëtar. Kur them e kishin shumë të qartë, nuk po flas për 80% të popullsisë që e dinte me pak a shumë. Dhe 80% e popullsisë ishte analfabete në Shqipëri në atë kohë. Ky është ja një faktor ekonomik i rëndësishëm. Dua të them që kur Shqipëria u bë e pavarur, tokat prodhuese ishin tërësisht në pronësi të, le të themi, latifondistëve. Pra të agallarve dhe bejlerve, pra të kokës së kombit, të themi kështu, sepse ishin dhe ata që bënin kulturën, pra edhe ata intelektual ishin të tillë. Por, gjatë kohës e Zogut filloi një reformë agrare, është sharë shumë ajo reformë agrare e Zogut, është thënë që nuk ka qenë efektive dhe në fakt, deri në 38-ën, kur u bë censusi i popullsisë dhe të mirave që kishte Shqipëria, doli që 10% të fshatarëve kishte toka. Pra, kishte filluar një lloj shpërndarje tokave, por kjo ishte bërë jo domosdoshmërisht nga reforma ose nga ligjet shtetërore, por ishte bërë edhe nga tregu, pra nga shitblerja dhe nga elementet të tilla. Por kjo do të thotë që 90% atyre që punonin tokën ende nuk ishin pronar, por ishin njerëz që e merrnin tokën me qira dhe paguanin taksa të rënda. Pse në biografinë, le të themi, politike të Zogut, ekziston kjo reformë agrare? Është bërë një reformë agrare, është kaluar nga parlamenti, është bërë një reformë agrare në vitet 30, dhe kjo në fakt ishte më pak se 1/3 e shpërndarjes së tokave që kishim në 38-ën. Pra, nga ai 10% që vetëm një 3% mori toka nga reforma agrare, 7% që tjetër e mori sepse në mënyrë ose në një tjetër arriti të blinte tokat. Po Zogu... Sidomos për shkak të kurbetit. Pra, të emigrimit. Zogu kur bëri reformën agrare, nuk është se kishte toka shtetërore, pra u amori privatëve? Tokat që ai bëri, u amori pjesërisht privatëve. Por kujdes, dhe këtu vjen një premtim i ballit kombëtar, që shqiptarëve në atë kohë u duk tërësisht i parealizuar. Për shembull, balli kombëtar premton që pas luftës, ne do të bëjmë një reformë agrare, por që do ishte graduale, dhe pronarëve që do merret toka do të kompensohen me lek. Po kjo i bie që po e marrë me një dorë, po jap me dorën tjetër, sepse dhe të gjithë fshatarëve që ju duk komplete qesharake kjo gjë, jo sepse do marrë me një dorë, po sepse ata kishin qenë në qeveri. Shumica eksponentëve të ballit ishin në qeveri, dhe ishin vetë ata që i kishin tokat. Pra, të premtosh që do heq pasurinë time për ta dhënë ty, do me thënë që nuk ka sens kjo gjë. Kështu që përgjithsisht këto qeveritë e djathta nuk e çojnë në mendje edhe diktatoriale, nuk e çojnë në mendje reformën agrare, sepse quajnë të majt? Atëherë, ideja është kjo. Mussolini për shembull nuk në fakt edhe në Italinë e djathtë, pas luftës së dytë botërore është bërë reformë agrare dhe ka patur sukses. Demokracia kristiane në Itali ka bërë reformë agrare. Por ta sqarojmë çik se ndryshojnë modalitetet. E pra edhe një herë, u është marrë toka, u është zhvatur toka njerëzve që e kishin? Po, por ju s'dën para. Pra, s'dën kompensim. Ako janë shpërblyer. Janë shpërblyer. Tani, çështja është kjo, duhet të sqarojmë një element. Në momentin kur ti mendon që gjërat kanë ecur sipas ligjit dhe rendit, nuk kuptohet që ai që e ka tokën e ka për meritën e vet. Nuk e ka rëmbyer kujt. Kështu që nuk ke pse ti të kesh reformë agrare ose ti marrësh tokat dikujt, sepse shkel të drejtën e pronës. Vetëm se Shqipërisë ka ekzistuar kur mendimi që tokën e ka i Zotit. Atëherë kujdes.
në Shqipëri, ne kemi qenë të pushtuar. Dhe natyrisht, ata që i kishin tokat, i kishin sepse i kishin bërë ndere sultanit dhe Turqisë. Po, eksakt. Pra, dhe sepse, jo vetëm në Turqi, por në gjithë kohën e mesjetës, edhe në Perëndim, toka ishte pronë e mbretit ose i sultanit. Sultani jepte të drejtën e përdorimit dhe qeverisjes së tokës vetëm atyre që donte ai, pra ishte klasa e fisnikëve në përgjithësi. Quheshin duk, kont, markez në Perëndim, quheshin agallar, bejler në Shqipëri, pak rëndësi kishte, ishte një rend. Por në Perëndim, patëm pastaj me kalimin e shekullave, zhvillimin e kështresës tregtare, zhvillimin e investimeve, rritjen e qyteteve, revolucionin industrial, kurse në lindje nuk i patëm kur këto, fatkeqësisht. Kjo është një emision tjetër, ta themi kështu. Por në fakt, pra, përse ideja e drejtësisë së pronësisë së tokët nuk ka qenë asnjëherë, sepse në fakt ti tokën e kishe marrë sepse i kishe bërë nder dikujt. Dhe teorikisht në momentin kur sultani pushton tokën, o Perandori Osmane, ajo bëhet e tij. Dhe jo vetëm ajo, po edhe të gjithë njerëzit dhe pajisjet që janë mbi atë. Dhe është njerëzit po dëgjojnë thonë, pse na çon të sultanin, ndodh sot kjo gjë. Ndodh edhe sot kjo gjë. E po, pikërisht është një nga problemet që kemi edhe sot. Akoma sot prona private nuk është një gjë e shenjtë. Edhe pas vitit 90, unë nuk e di, me këto vendet e tjera lidhës mund të kenë eksperjenca të tjera më interesante dhe kanë bërë reforma më të drejta dhe më të pranueshme, por në një farë mënyrë ishte edhe objektivisht e pashmangshme që të ndodhin edhe gjëra të çuditshme në rishpërndarjen e pasurisë publike, sepse ai e shtetëzoi të gjithën, Enver Hoxha, dhe duhet rishpërndar, duhet privatizuar. Mirë, në këtë proces do ndodhin se s'bën edhe çudi. Shikoni, unë nuk dua t'i futem çfarë ndodhi pas viteve 90 sepse është e ndërlikuar dhe meriton një studim tjetër. Më lejo të them një element tjetër, shumë të rëndësishëm të shpërndarjes së informacionit ose të mos shpërndarjes së informacionit. Çfarë dua të them është kjo. Ne në vitet 30 në Shqipëri kishim një tendencë ndërkombëtare, ku të gjitha elitat, le të themi era frynte majtas. Pra kishim një perëndim që nga kriza e 29-s ishte një krizë të madhe ekonomike. Edhe vetë amerikanët mendonin që nuk ishte më kohë e kapitalizmit. Dhe vetë Mussolini mendonte që kapitalizmi kishte mbaruar dhe krijoi ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Nuk e bëri totale, por e krijoi. Edhe Roosevelt në Amerikë vendosi rregulla, bëri që shteti ndërhynte në ekonomi. Pra, duke i sigur Stalini kishte të drejtë me ekonominë e tij të planifikuar. Dhe nga propaganda që dilte nga Rusia, pra nuk fliste njeri për urinë dhe urinë e bukës që kishte në Ukrainë dhe në vendet ku prodhonin fshatarët bukën, por flisnin për sukseset industriale të ekonomisë planifikuar. Kështu që e gjithë rinia shqiptare, sidomos ata që dinin të lexonin të shkruanin brenda dhe jashtë Shqipërisë, mendonin që kjo ishte rruga e dur për të ndjekur. Po në pastërti kjo gjë. Kështu që dhe ndikimet nga jashtë nuk ishin ndikime pro ekonomi tregu, po ishin ndikime pro shtetëzim. Vetë Britania e Madhe, Churchilli humbi zgjedhjet, erdhi Clement Attlee, që ishte një që sot nuk e kujtojmë se kush është, por ishte një që shtetëzoi gjitha industritë kryesore në Britani. Sot nuk e kujtojmë sepse erdhi Thatcher në vitet 70 dhe i riprivatizoi të gjitha. Sepse ashtu nuk funksiononte. Ishte laburist ai? Ai ishte laburist, po. Por filloi të gjithë procesin e shtetëzimit. Pra, ishte një tendencë e përgjithshme. Dhe ndërkohë, brenda vendit kishte edhe një element tjetër, që pra, kishim jo elitën, kokat, por kishim një stres të re, të rinj që kishin studiuar jashtë shtetit, një pjesë tjetër që po studionte në Shqipëri, që po njeh me ide socialiste. Dhe ata që ishin në pushtet, dhe ata që ishin pjesë e ballit kombëtar, dukeshin sikur nuk kishin çfarë rësie të sillnin vendit. Në dekalogun e tyre flitet për demokraci, për të drejtë vote. Por, e vërteta e Shqipërisë në atë kohë ishin për shembull që gjithë pjesa e femrave, pra e gjithë 50% e vendit, ishte në fakt ende pa përfaqësuar. Ndërkohë që komunistët kërkonin një përmbysje dhe shoqërore që nuk e realizuan realisht në fakt kur erdhën në pushtet. Sepse ne vërtet patëm një emancipim të femrës, po jo një liri të femrës. Pra, në këtë sens, Okej, po komunistët për herë të parë ky element bëri që kishim për herë të parë femra partizane. Pra, kjo ishte një tjetër element. Dhe për herë të parë, thonë me terma të tjera, unë e kam shprehur edhe në rrethana të tjera, komunistët bën të mundur që femrat, që gratë të ishin, le të themi, të ishin pjesë e jetës publike në Shqipëri. Për herë të parë ndodhi. Atëherë,
Le të ecim në mënyrë pak më graduale. Që në kohën e Zogut patin reforma oksidentalizuese nga pikpamja kulturore. Për shembull, vetë Zogu është i pari që inauguroi plazhin e Durrësit. Pra, nga femra të mbuluara me perçe në femra që mundet të visheshin me kostum banje. Vetë Zogu hapi shkollat e para. Nëna Mbretëresh është një shembull ku pastaj u ritën dhe gjithë ato që pastaj do bëshin komuniste, pra nga Nezmi Hoxha e tjerë. Pra, të gjitha tentativat e, le të themi kështu, perëndimorizimit filluan që me pavarësinë e shtetit shqiptar. Sepse ishte një tendencë kombëtare, por ishte graduale. Sepse kur ti qeveris një vend, nuk do që të prishësh ekuilibrat të caktuara. Komunizmi premtonte këtë përmbysje të madhe, ekonomike, por edhe shoqërore, në të drejtat, pra edhe të femrave në këtë sens. Pra, por nga ana tjetër, nuk llogariteshin ato që do ishin kostot sociale dhe jo vetëm. Okej, po vetëm se është për mua. Kjo ka bërë që shumica e të rinjve, edhe të femrave, në mënyra të ndryshme të mbështesnin pjesën e të majtës ekstreme. Ideja që në radhë partizanëve ka pas edhe femra, ka qenë shumë impresionante. Është sot impresionante. Absolutisht po. E sheva posterior, element ngjarje ka qenë për kohën. Pra, ideja është që, për shembull, po të shikosh sot, një shqiptar mesatar, ato 10 premtimet e ballit kombëtar me premtimet kryesore të Partisë Komuniste do zgjidhte ato të ballit kombëtar. Po Shqipëria asaj kohe nuk ka qenë në situatën e sotshme. Pse? Sepse po të shikosh ato të ballit kombëtar thotë ne do ecim në mënyrë progresive drejt një reforme agrare ku toka do të shpërndahet, por në respekt të drejtës pronës me kompensime dhe gjithë do jenë të dialogu përmendet reforma agrare? Absolutisht. Një element tjetër përmendet për shembull nuk ishin vetëm premtimet do bëjmë Shqipërinë e madhe dhe një ushtri të fortë, që edhe këtu prap nuk e anin dot shqiptarët sepse ballistët kishin qenë në qeveri. Pse nuk e bën Shqipërinë e madhe? Sepse nuk bëj, ishte një premtim, se Jugosllavia ishte shumë e fortë, Greqia ishte shumë e fortë. Pra, ishte një dëshirë, por nuk mundet që të besoj. Nga ana tjetër, do bëjmë një ushtri të madhe dhe të fortë. Dakord, por Zogu iku në pak ditë. Pra, kjo ushtri e madhe dhe fort nuk ishte. Pra, i gjithë koncepti, ati dekalogu, në atë moment ishte i pabesueshëm, edhe përsa i përket reformave ekonomike, ata premtonin ndërtimin i një sistemi industrial të mirëfillt. Por e vërteta është që deri në 38-ën Shqipëria kishte vetëm 150 aktivitete prodhuese që mundet të klasifikoheshin si industri, dhe vetëm 4% të shqiptarëve punonte në këto. Pra, e kupton vetë që mbi 80% vazhdonte që të lëvizte parmendën në fshat. Pra, pavarësisht se ishte shumë më mirë se në 12-ën kur bëm të pavarur, pavarësisht se në këto 150 aktivitete kishin filizat e para të kapitalizmit, por ishte shumë pak që shumica e shqiptarëve të ndjenin ndryshimin. Gjok, gjatë us ka ndodhur një gjë që komunizmi ngjitej në jug dhe nuk ngjitej në veri. Kjo ka ndonjë shpjegim ekonomik? Ka zhvillim, ka shpjegim të qartë. Së pari, shqiptarët në atë kohë, le të themi që rrugët e para në kohën e Zogut u ndërtuan rrugët e para. Gjë që do të thotë që në Vlorë, në një qytet si Vlora, që nuk ishte një nga të prapambeturat në Shqipëri, lesi ishte në perëndim, por thuaj, unë kam parë botën, kam qenë 2 herë në Fier dhe 1 në Roskovec, dhe sot lojat vazhdojnë ta thonë si batut. Por në atë kohë ishte e vërtet. Pra, duhet të them që Shqipëria ishte izoluar dhe brenda vetes. Dhe kur të bëj shembullin e Vlorës, imagjino çfarë mund të thoshte njëri në zonën e Gramshit ose të Fusharzit ose të Koplikut. Pra, shqiptarët jo vetëm, domethënë ishin të izoluar, por nuk njihnin as çfarë kishte 30 kilometra më larg. Dhe struktura shoqërore brenda vendit, pra ishte ndërtuar në një mënyrë të tillë që kur shqiptarët bëheshin bashkë, ishte vetëm në rast të lufte kur shkonin vullnetar. Dhe veriu Shqipërisë e ka pasur si element kryesor frikën nga slavi. Dhe s'mundet të ishin me ata që ishin slav. Dhe që, sepse teoritë komuniste, ne nuk na erdhën nga Londra, pavarësisht se Karl Marx e shkruajti në Londër, por na erdhën nga Jugoslavia. Kur Tirana çlirohet, gazetat amerikane shkruajnë partizanët e Titos çlirojnë Tiranën dhe ka dhe kartolina. Sepse në fakt, Partinë Komuniste e dim se ku që kishte organizuar realisht. Dhe ata eficiencë, sepse partizanët ishin eficiencë edhe si formacion luftëtar. Por atë eficiencë shqiptarët nuk e kishin demonstruar asnjëherë në historinë e tyre që nga koha e Skënderbeut. Nuk e kishin demonstruar sepse nuk e kishin, sepse dikush tjetër i qeveriste. Dhe nuk ishin shqiptar. Ishin slav.
Pra, problemi, pastaj Enver Hoxha me shqyrtësitë e veta, në 48-49 u larguan nga Tito, vajti me Stalin, është tjetër muhabet ky. Por duhet të them që edhe ky element, edhe kjo gjë, bënte përshtypje në atë kohë. Pra nëse balli kombëtar vazhdon të lufton të alla shqiptarçe, pra unë kam qetën tënde, ti ke qetën time, Muajrem Baraktari aty, ky tjetri këtu, e kështu me radhë, organizimi që treguan komunistët ishte i veçantë dhe nuk ishte tipik shqiptar. Dhe në këtë sens, veri ju nuk ishte si ti ishte në favorin e tyre, ndërkohë që jugu, që nuk ishte pas ndonjë problem të veçantë me slavët, i pëlqeu idet dhe nuk ishte paragjykimin e kush na i sjell idet. Në fakt nuk ishte një paragjykim, ishte një prapagjykim, sepse në fakt çfarë ndodhi më pas, e vëmë re që nuk është se po edhe në përgjithësi edhe po të hedhim një vështrim më ta në Shqipëri, sepse komunizmi përgjithsisht fillimisht ngjiste më shumë në këto zonat urbane apo kam gabim? Absolutisht po. Është shumë e saktë. Komunizmi ngjiste në fakt jo te punëtorët, jo te fshatarët, por tek ata që duhet ishin armiqtë e komunizmit, ngjiste te borgjezia. Sepse po ta mendojmë, komunizmi nuk ishte një krijesë lindore. Komunizmi ishte një deviacion i kapitalizmit dhe të botës perëndimore. Komunizmi ka lindur nga Karl Marxi, që ka lindur në Trier të Gjermanisë, një nga zonat më të pasura. Është zhvilluar në Londër, Marxi dhe Engelsi banonte në Londër. Duke parë se si funksiononte fabrika tek një person që ishte pronar i fabrikës dhe që kishte mik. Pra, duhet të them që komunizmi është një produkt perëndimor dhe ata që janë borgjez, në fakt fillonin të ndjenin edhe në Shqipëri në mënyrë perëndimore. Dhe fëmijët e këtyre borgjezve, që shkolloheshin në shkolla perëndimore, aty u njëjtën dhe me komunizmin. Pra, në fakt, bota u nda më pas në lindje dhe në perëndim, por në fakt të dyja ishin produkti perëndimit. Vetëm kjo, si thuash, një lloj renegatizmi ndodh gjithmonë edhe me nomenklaturën komuniste. Unë kam njohur shumë djem që ishin pjesë e nomenklaturës dhe ishin antikomunistë më shumë se unë. Absolutisht po. Absolutisht po. Në fakt, djali kërkon të vrasë babain edhe psikologjikisht në sense të ndryshme, okay? Pra të bëhet ndryshe nga babai, po më mirë se babai. E në fakt, kështu ndodhi dhe me fëmijët aty që shkuan jashtë shtetit për të bërë shkollë në vitet 30. Pra unë dua të jem ndryshe. Dëgjoj, ti Karl Marxin si ekonomist ke respekt apo jo? Atëre, dy elemente. Edhe jemi në fund programit dhe ka ngel në gjë pa thënë nga shumë çka që ka pasur, por është normal, e kuptoj. Është për të vlerësuar Marxi për mënyrën se si ai destrukturon raportet, pra ekonominë. Dhe ai nënvizon një gjë në fund. Si është ekonomia, bëhen dhe institucionet. Pra është ekonomia ajo që krijon institucionet dhe shtetin. Dhe ata që kanë kontrollin e ekonomisë, ata do kenë kontrollin e politikës. Kurse, e gjithë pjesa që pastaj kjo botë nuk funksionon dhe do bëjmë një botë tjetër, dhe se si Marxi mendon të botën tjetër, pastaj ai ishte libri i ëndrave dhe nuk ka asnjë vlerë reale sot. Po komunistët praktikë që ne kemi njohur në Shqipëri në gjithë botën lindore, mund thuhet që i ikën ideve të Marxit apo i qëndron besnik le të themi bazë, se pronën private Marxi nuk e donte, dhe shtetëzimin ai e kishte pjesë doktrinës vet. Jo, diktaturën e proletariatit e kishte. Pra, luftën e klasave kishte. Marxi çfarë propozonte ishin këto gjëra. Pra, këto gjëra ishin qartazi të pavlerësueshme, nuk mundet t'i vlerësojmë dot sot. Pra, ishte absolutisht jo. Marxin ku mundet ta vlerësoj jo vetëm unë, po gjithë të tjerët, në pjesën se si ai lexonte lidhjet, pra është ai që ka pushtetin ekonomik, që rrëmben në mënyrë direkte ose indirekte pushtetin politik. Institucionet që ndërtohen, moda, ne çfarë duam të bëjmë sot? Çfarë duam të bëjmë sot fëmijët tanë? Duam të bëjmë biznesmena. Pse? Sepse janë ata simboli i suksesit. Pra, në mënyrë indirekte, kjo shtresë shoqërore është simbol për të gjithë. Në mesjet gjithë donin të bëheshin fisnik, sepse ishin ata simboli i suksesit. Pra, e gjithë ideja është që është e vërtet, shtresa dominante sot në gjithë botën, kapitaliste janë si për Marxit, dhe janë ata që e bëjnë shoqërinë sipas fytyrës së tyre, sipas dëshirave të tyre. Dhe Marxi kishte drejt në këtë gjë. Marxi ushtron akoma sharm akademik edhe sot? Absolutisht studiohet, por krahas filozofëve të tjerë. Është një si të tjerët, nuk është mbi të tjerët. Është shumë kënaqësi që të po këtu. Kënaqësi edhe për mua.
Mira dhe kjo ishte biseda që unë pata me Mateo Spaun, shpresoj ta keni shijuar edhe ju. Bashkë do shihemi më njëherë pas publicitetit me Jacqueline Lekatarin.